Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Projekt ligji për ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e tokës bujqësore u shoqërua me debate në Komisionin e Ligjeve, ku në fokus ishte ndikimi i impianteve eolike në tokat bujqësore. Deputeti i Partisë Demokratike Oerd Byllykbashi kundërshtoi parashikimet e projekt ligjit duke argumentuar se ndërtimi i kullave eolike kërkon bazamente të mëdha betoni që dëmtojnë tokën. Të njëjtën qendrim mbajti edhe deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, i cili kërkoi sqarime nga përfaqësuesit e institucioneve. Ndërtimet infrastrukturore, ndërtimet që janë bërë për investime të tjerë, aq pak tokë sa kemi ne, do zhvillohet Shqipëria pa diskutim, nuk do mbetet rurale. Por nga ana tjetër, toka bujqësore nuk kthehet më. Të gjithëve na kanë thënë që është një nga mjetet kryesore të prodhimit. Që në fillim fare kur kemi studiu në shkollë. Tani si mbrohet këtu? Kush është garancia që ky ligji më thotë që Këshilli i Ministrave nuk do bëjë ndonjë gjë që do na çudis. Pra çfarë ndalese ka për qeverinë këtu? Përveç se autorizim. Pra nisemi për shfrytëzim modern të teknikave bujqësore, teknologjive bujqësore dhe shkojmë dhe dëmtojmë me nën tjetër atë që është baza që njeh bujqësia shqiptare. Toka. Debatet vijuan edhe në fund të mbledhjes kur deputeti Strazimiri kërkoi të vijonte me pyetjet por u ndërpre nga kryetari i komisionit Ulsi Manja, i cili e hodhi projekt ligjin në votim. Me gjithë besimin që ke nuk e ke qeveria, ti ke Edi Rama. Unë po i bëj thirrje për gjejshmëri state. Edhe te Edi Rama e kam besimin. Po pikërisht pa atë po them, jo ke qeveri. Po edhe te Edi Rama dhe te qeveria. Po shkëlqyer. Tash imagjino sikur mos jeti njëri i përgjegjshëm që i dhem veni, që nuk bën kur kompromis me oligarkët. Për të fituar një lek për vete, si Edi Rama, po ta zejmë se një ditë vjen Saliu dhe ka këtë instrument në dorë, që e vendos Këshilli i Ministrave, një njeri pa përgjegjshëm si Sali Berisha. Mund ta ketë këtë instrument dorë, se edhe ndodh më rëndësi se demokracia është kjo, lëvizin gjona. Saliu spyt për njerëz që ato pyet për tokat bujqësore. Tash po të them, bashkë me kolegun Gjiknuri, po kërkojmë sqarim. Ke gjëja. Dhe po themi. Jo mos keni për të sqaruar kur gjë tani. Jo, or dakord. Dakord. Ti merre mbyllë këtu s'është problema apo. Po i folë sa dush ti, jepi. Tash ti po të them edhe një herë, nëse këtu do të kishim diskutime vetëm me gjë se votën e ke. Pa bukuri. Se pyetshim dhe dy pyetje të tjera, ne nuk ishte problem. Urgjenca që ke, nervozizmi që tregon me mbyll këtu këtë punë, do të thotë ajo që ju thash parë. Po, fle për i fer. Jeni duke bodom. Jeni duke bodom, nuk na leni as të pyesim as sqarohemi. Pas një përplasje verbale mes Manjës dhe Gjiknurit, ky i fundit u largua nga mbledhja, ndërsa projekt ligji u miratua nga Komisioni i Ligjeve. Policia e shtetit vijon kontrolle dhe hetimet për parandalimin e zjarrvënieve, ndërsa bën të ditur se gjatë muajit qershor dhe 2 javëve të para të korrikut janë arrestuar dhe proceduar penalisht 29 persona të dyshuar si autor të zjarrvënieve në zona të ndryshme të vendit. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar 3 autor të dyshuar të zjarrvënieve në Kavaj, Vorë dhe Mallakastër. 2 prej tyre janë arrestuar në flagrancë, ndërsa një është proceduar në gjendje të lirë. Në Kavaj u arrestua një 51 vjeçar, pasi zjarri i ndezur në tokën e tij dogji kullota dhe rreth 300 pemë agrumesh e ullinj. Në Vorë u vu në pranga një 43 vjeçar, i dyshuar se shkaktoi djegje në një sipërfaqe e toke të mbjellë me pemë frutore, ndërsa në Mallakastër nisi procedimi penal ndaj një 39 vjeçari banues në Levan, pasi gjatë tërheqjes së një automjeti me karrotrec u krijuan shkëndija elektrike që shkaktuan zjarr duke djegur 10 pemë arre. Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të mos ndezin zjarre apo të djegin mbeturina në toka bujqësore dhe kullota, pasi këto veprime përbëjnë vepër penale dhe rrezikojnë pronën, mjedisin dhe jetën e qytetarëve. Gjithashtu fton qytetarët të denoncojnë çdo rast zjarrvënieje, duke garantuar anonimat dhe reagim të menjëhershëm. Për herë të parë në më shumë se 2 dekada, Bashkimi Evropian zhvilloi 4 konferenca ndërqeveritare brenda një dite me Moldavin, Ukrainën, Malinezi dhe Shqipërinë, duke shënuar një moment të rëndësishëm për politikën e zgjerimit të Unionit. Komisionerja Evropiane për zgjerimin Marta Kos e cilësoi këtë ditë si një super të martë për zgjerimin, duke theksuar se të 4 vendet kanë hedhur hapa të rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit.
Sipas saj, për Moldavin dhe Ukrainën u çel grup kapitulli 6 që lidhet me marrëdhëniet me jashtë, ndërsa Malizi vijoi përparimin e tij, duke mbyllur edhe 2 kapituj të tjerë negociues. Me këtë zhvillim, Podgorica ka arritur të mbyll 18 nga 33 kapitujt e negociatave, duke mbetur vendi më i avancuar në procesin e integrimit evropian. Për Shqipërinë, konferenca shënoi një etapë historike. Për herë të parë që nga nisja e negociatave, vendi hyn në fazën e mbylljes së kapitujve, një proces që vlerësohet si tregues i përparimit të reformave dhe afrimit me standardet e Bashkimit Evropian. Marta Kos theksoi se ky është një hap me rëndësi të veçantë që dëshmon ritmin pozitiv të ecurisë së Shqipërisë në procesin e negociatave. Ndërkohë Serbia nuk ishte pjesë e kësaj dite të rëndësishme për zgjerimin, edhe pse Komisioni Evropian kishte propozuar hapjen e grup kapitullit të tretë të negociatave. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk arritën të gjenin konsensus për ta miratuar këtë vendim. Komisioneri Kos u shpreh se Serbia ka bërë disa hapa përpara pas regresit të evidentuar në raportin e zgjerimit të vitit të kaluar, por theksoi se mbetet ende shumë punë për të bërë, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit. Ajo shtoi se Brukseli po merr sinjale se Beogradi është i gatshëm të ecë më tej në përafrimin strategjik me Bashkimin Evropian dhe nëse rezultatet konkrete do të jenë të dukshme, procesi negociatave do të vijojë sipas modelit të zgjerimit të ndjekur edhe për vendet e tjera aspirante. Komisioni Evropian ka dalë në përfundimin paraprak se platformat Facebook dhe Instagram në pronësi të Metas janë projektuar me mekanizma që nxisin varësinë e përdoruesve, duke shkelur rregullat e aktit të shërbimeve digjitale. Brukseli i kërkon kompanisë të ndryshojë dizajnin e platformave dhe të kufizojë funksionet si shfletimi pafund, videot që luhen automatikisht, rekomandimet e personalizuara dhe njoftimet e vazhdueshme, të cilat konsiderohen se favorizojnë përdorimin kompulsiv, veçanërisht nga të miturit. Sipas komisionit, Meta nuk ka vlerësuar si duhet rreziqet që këto platforma paraqesin për shëndetin fizik dhe mendor të përdoruesve. Edhe pse kompania ka vendosur mjete për kontrollin prindëror dhe menaxhimin e kohës së përdorimit, Brukseli vlerëson se ato nuk janë mjaftueshëm efektive dhe anashkalohen lehtësisht. Nga ana e saj, Meta kundërshton akuzat dhe thekson se ka ndërmarrë masa të rëndësishme, përfshirë krijimin e llogarive të posaçme për adoleshentët me kufizime automatike dhe më shumë kontroll për prindrit. Kompania deklaron se do të vijojë bashkëpunimin me autoritetet evropiane. Nëse pas përfundimit të hetimit Komisioni Evropian konstaton shkelje të DSA-s, Meta mund të përballet me një gjop që arrin deri në 6% të ardhurave të saj globale vjetore. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.